A mund të flasësh me të vdekurit? A mundet të komunikosh me botën e përtejme? Si thoni ju? Po sikur t'jete mundur. Ndiqeni këtë material sepse jam i bindur që do t'ju bëj që të ndryshoni mendimin për sa i përket botës së përtejme. Ka disa gjëra të rëndësishme që nëse i prek ato, padyshim të bën që të kuptosh disa detaje që pastaj hyn në mendime dhe thua, po mirë, ne në çfarë bote jetojmë dhe a mund të jetë vërtet bota e përtejme? Ishte viti 2008, kur shështu rastisht dhe t'i bëj like faqes shihemi sërish dhe ju faleminderit që jemi bërë bashkë. Ishte viti 2008 dhe Charles Peck, një Amerikan, po shkonte të takonte të fejuarën e tij. E mori në telefon, u dëgjuan përpara se të takoheshin dhe ajo e priste tek stacioni i trenit. Dihesh pak a shumë orari dhe ajo do gjendej aty. Dhe folën mes njëri tjetrit çdo gjë okay. Mirpo tek gjysma e rrugës trenisti, pra ai që ngjiste trenin, nuk pa një semafor që ishte i kuq dhe u përplas me një tren tjetër. Me një tren mallrash. Dhe Peck, sepse Charlesi ishte në vagonin e parë, meqense do takohesh dhe me të fejuarën, donte që të arrinte sa më shpejt dhe ishte vagoni i parë. Dhe duke qenë vagoni i parë, kishte shumë pak njerëz në vagonin e parë, se ishte një tren i vogël. Ai psoi një goditje të menjëhershme dhe çdo gjë u shua. Çudia e kësaj historie është që e fejuara e priste tek stacioni i trenit. Dhe pasi treni u përplas me forcë, nuk kaloi shumë, pra as 20 minuta, një telefonat i erdhi të fejuarës së Charlesit. Dhe kush ishte në telefon? Ishte pikërisht Charlesi. Por çudia ishte që kur ajo hapi telefonin, pra e fejuara, dëgjonte vetëm një zhurmë, nuk dëgjoi asgjë. Dhe meqense Charles po vinte, i tha, Charles, jam këtu, tha. Mirpo Charles nuk arriti. Dhe pas pak ajo mori lajmin e keq që treni është përplasur. Por akoma nuk e besonte, pra e fejuara, që Charles mund të ishte vrarë dhe nuk jetonte më. Vazhduan telefonatat edhe në pasdite. Derisa ajo me shumë mangë dhe e prekupuar, kërkonte të reja, por i shikonte vetëm nëpërmjet televizorit, sepse askush nuk jepte asgjë, asnjë të dhënë. Gjatë kohës që binte telefoni i saj nga numri i Charlesit, ajo ngrinte telefonin, por nuk dëgjoi asgjë, vetëm një zhurmë, asgjë tjetër. Pra një zhurmë normale, sikur të ishte një zhurmë që një zhurmë. Tani, ku qëndron misteri i kësaj historie? Sepse kur shkoi policia që të bënte kontroll, gjën e parë që bën, gjetën disa trupa. Mirpo nuk po i gjenin dot trupin e Charlesit. Dhe fal atyre telefonatave që ai telefoni i tij i bënte të fejuarës, ata arritën të gjenin trupin e Charlesit. Po. Por misteri ku qëndron? Nga momenti kur ata shkuan që të gjenin numrin me telefonin e Charlesit, u ndërpren telefonatat. Sepse nga momenti që të gjetën Charlesin, u ndërpren telefonatat. Nuk ishin më. Por kishte një problem. Sepse derisa ata gjetën trupin e tij, pra edhe natën, deri në 2 të natës mos gaboj, arritën tek numri i të fejuarës 35 telefonata. 35. Dhe askush nuk fliste. E fejuara insistonte dhe u thoshte atyre që shiko se është i gjallë, se ajo kuptonte se ishte i gjallë, por nuk ishte kështu. Sepse Charles nuk kishte shenjete, por nuk mbaron këtu ky mister. Sepse pasi e gjetën trupin, i bën ekspertizën, kishte një problem. Charles kishte vdekur në momentin e goditjes së trenit tjetër, në vend.
Dhe ju e dini që nuk gabohet në këto raste, është vështirë që të gabohet. Por e zëm sikur u gabua, e zëm. A e dini se nuk është kjo historia e vetme ku ka patur raste dhe vazhdohet të ketë raste ku njerëzit pasi kanë vdekur, janë larguar nga kjo jetë, kanë ardhur mesazhe apo telefonata? Shiko, ka ndodhur edhe para pak viteve, këtu në Itali. Një vajzë që vdiq, u deklarua e vdekur, dhe nga arkivoli, thonë këtu, por nuk është kështu, erdhi telefonata, pra vinin mesazhe bosh në telefonin celular të tjemës. Po. Dhe nuk është vetëm ky, thash ka raste sa doni, por unë do ta lidh me diçka që më ka mbetur në mendje. Nga viti 2011-2012, një zotëri, një nga Italia, thoshte që kishte zbuluar diçka. Ati i kishin thënë, një kontakt që kishte ky, i kishin thënë që ai me anë të një sistemi që kishte krijuar, mund të shikonte ose të gjente brenda ereve, ose brenda një tymi, ose në siluetën e një njeriu mund të gjente rryma ose forma energjie, ose jashtëtoksor, le të themi. Okay? Por si i shikonte këto? I shikoni në faqet e mia, ka me qindra nga këto foto, sepse ai sa herë që i publikonte, më bënte share edhe mua. Dhe i keni tek faqet e mia. Po të shikoni janë ngjyra, janë disa re të çuditshme, por çfarë dua të them me këtë? Sepse nuk kaloj shumë dhe një studiues që është një studiues që nuk më vjen tani çfarë studiuesi janë ata që studiojnë rrymat e energjisë e tjerë, dhe nuk më vjen tani. Dhe po thoshja, ky Licani quhet, Licani, e ky është një nga shokët e mi në Facebook, por ka kohë që ai nuk përdor Facebook, sepse i kisha shkruar para disa muajsh. Dhe ai thoshte që gjeti mënyrën se si mund të fotografoj të vdekurit. Po, çfarë kishte zbuluar? Tani, Licani ka zbuluar një mekanizëm që sipas tij, me anë të disa valve, pra me frekuenca, lidh këto aparaturat dhe në një moment, në një vend të caktuar, aty ku ka më shumë vibrime, ai fotografon. Dhe fotografin e përpunon disa herë, e transformon derisa bëhet një formë si një njeri. Parafërsisht. Nuk ka formën e njeriu, po parafërsisht si një njeri, ose si një qenie. Tani, ky thotë që është i aftë me fjalë që të komunikoj edhe me botën e përtejme. Pra, këto janë fantazira, ti them, thënë nga unë. Nuk, sepse besoj që janë dy botë të ndara, por unë do t'ju them dhe diçka tjetër. Robert Houdini, që ishte një nga iluzionistët më të mëdhenj të gjitha kohërave, ai në momentet e fundit jetës tij ju zhyt kërkimeve për sa i përket pikërisht kësaj bote, pra botës së spiritizmit dhe komunikimeve që mund të kesh me botën e përtejme, pra me të vdekurit. Dhe ai, meqense ishte lidhur shumë me nënën e tij dhe kur ajo vdiq, ai nuk e kalonte këtë, dhe ai mundohej që të vjesh kontakt, dikush thotë që u vu në kontakt. Por unë do të them diçka tjetër. Është zbuluar vitin e kaluar një lloj sistemi që ne mund të lidhemi me botën shpirtërore të të vdekurve. Si kjo? Ti ke foto, video, çfarë, çdo gjë që ke të një njeriu, pra të një të dashuri, një prindi apo ku ta di unë. Dhe këto, pasi i merr inteligjenca artificiale, i transformon dhe e bën tamam sikur të jetë ai njeri. Dhe ti i bën pyetje dhe të përgjigjet. Por kujdes, me ato të dhëna që ti i ke dhëna ti. Dhe sa afërmi thuhet që edhe me kodin gjenetik të ADN-s së tij, me fjalë mund të zbërthesh karakterin e këtij, të çdo njeriu. Dhe me anë të atij karakteri
ti mund të komunikosh me këtë, drejt për drejt. Pra mund të komunikosh tamam si po komunikojmë ne bashkë. Por që e ke në një aparatur, si mund të quhet, që e ka transformuar AI, pra inteligencë artificiale, e ka transformuar në video. Dhe ajo video që ti sheh, ti komunikon, ti i bën pyetje dhe të përgjigjet. Ose ti thua një gjë dhe e di se çfarë do thuash ti dhe të kthehet në atë ashtu si dëshiron ti. Kujdes, kjo është tepër e rrezikshme për mendimin tim, sepse ka njerëz që besojnë shumë që ai njeri atje është ai që ti po flet dhe është babai yt për shembull. Mirë po është vetëm inteligjencë artificiale që e ka formuar në atë. Tani, unë pse po flas për këtë? Sepse po sikur me të vërtet ti gjendet vërtet një dimension tjetër që është e paprekshme nga njeriu dhe komunikimet, si thot dikush për shembull, mund të bëhen në një formë tjetër, si për shembull të këtyre nuancave që ka zbuluar ky shoku ynë, ose si thoshte edhe ai që më kishte kontaktuar para ca kohësh, që thoshte që unë me anë të këtyre fotografive mund t'i transformoj dhe duket se çfarë fytyre ka, kushdo qoftë. Me fjalë, ai që gjendet aty në shtëpinë tënde në një vend të shenjtë apo ku ta di unë, diku tjetër. Pra, ka patur raste, vazhdohet të ketë raste për këto mesazhe të çuditshme me botën tjetër dhe unë do të dëshiroja një komentin tuaj, do të dëshiroja të më thoni nëse keni dëgjuar dhe ju fakte të tilla dhe nëse e dinit për këtë histori që ju tregova tani. Pres komentet tuaja. Nadre mirë.